Po, Muçi. Po, shiko, unë konstatoj gjë shumë interesante të se po më kthehet një histori që duke qenë se kam qenë në mënyrë ndoshta rastore personazh, në periudhën kur zhvilloi ngjarjet, flasim vitin 2019-2020, ka pas një luftë frontale politike kundër atyre që tentonin, që ishin proceset vetime, që tentonin zgjidheshin misionet drejtësisë që nuk i pëlqenin politikës, sidomos politikët së majorancës. Pra, unë e mbaj mend që edhe gjatë kohës që unë isha në proces, ose kur u dekretova, më duke vetes se kisha bërë një krim, pasi të gjitha aktorët kryesorë të majorancës, domethënë Zoti Balla, Braçe, ku diun tjetër si mbaj mend, dini po thotë çdo natë me etiketime, unë nuk e kuptoja, çfarë po bëjtë është e kupton. Unë isha një jurist i zakonshëm dhe më bënte përshtypje vërtet kuptimin pse duhet gjithë kjo histori. Dhe çfarë shoh sot? Sot ka një heshtje si ti e bajt majorancët. Duke sigur janë dyqet, po kanë lëshuar presidentin me duke të shqipë. Për të bërë atë sulmi frontal. Me këto rrinë heshtje për të mbrojtur. Kjo është një situatë paradoksale dhe nga një sekondë, politikë. Këtu në analizë, po thjesht. Këtu hapet një debat tjetër, përveç politikës. Këtë një situatë komike, Flavio. Pas të kalujmë këtë komedia presidentit, se ka shumë komedia aty. Presidenti bëri një deklarat djetë bas deklaratës publike të zotit parë. Dhe bëri një deklarat të presidenti. Po, tha... Që tha, unë jam i hapur këtë dhe nuk dhash një shpjegim. Presidenti vetë që është në nakur, nuk je pas një shpjegim për ato për cilat akuzohet. Ndërsa, shfaqësimin ja bë ballë. Zoti Vasili, duhet theksuar se priti të reagoj Zoti Balla para. Pra, reagoj Zoti Balla, pastaj reagoj presidenti. Pa një sa mbrojtje ka? Në të dy radhë, presidenti vetë nuk mbron vetën. Rikthehemi pak pas se të kalojmë te presidenti, specifikisht se e kam llogaritur për pjesën e dytë, çështja do të zahuroj çështjen e mandatit në kushtetuese. A mos ndoshta nuk po shohim për t'ju rikthyer përses që ju pyeta më herët zoti Dedaj dhe vlen dhe për Muçin kjo pyetje me që i njeh shokët e vet nga afër. Mos kemi të bëjmë edhe me luftë të brendshme, ka interesa të tjera të cilat le të themi kanë një leverdi se nuk e kemi parë, nëse do i referohemi qëndrimeve që ka mbajtur fjala vjen Elisa Spiropali në raport me gjykatën kushtetuese, goxha më neutrale dhe konform ligjeve. Nuk më ta them të gjithën këtë sepse a është kompakte gjykata kushtetuese kur nisi ky debat për të parashikuar çfarë do ndodhi sot kjo. Në kur nisi ky debat fatkeqësisht shefja e kabinetit Elisa Spiropali ishte shef e kabineti gjykatë kushtetuese, më pas u transferua për ca ditë shef e kabineti në kryeministri, tani është në ministri të jashtme. Pra, që në këtë moment duket se ka një ndërhyrje të drejtë për drejtë të politikës në institucionin më të lartë. Por i referohem Bushatit edhe Abileket që thonin që është çik dhe e brendshme kjo. Padyshim që mund të jetë një ndoshta zoti Muçi duke qenë se i njeh edhe më mirë antarët e gjykatës kushtetuese edhe dinamikat për mënyrën se si janë zgjedh brenda gjykatës kushtetuese edhe mund na iluminoj ose mund na ndriçoj pak më shumë, por unë e shoh të paktën duke analizuar sjelljen politike, shoh si një ndërhyrje drejt për drejt politike në këtë çështje. Më pëlqeu shumë komenti i profesor Artan Fugës kur thoshte që presidenti po sillet si në kohën e Axhilleshit. Pra mendon që edhe gjykata dhe çdo institucion tjetër është në varësinë e tij. Unë doja të thoja në fakt presidenti nuk po sillet si në kohën e Axhilleshit, por shet tutorin e tij në qeveri. Është identik me sjelljen e kryeministit Edi Rama. Zoti Vasili ka qenë në parlament kur gjykata kushtetuese ka urdhëruar 3 herë majorancën, 3 herë kuvendin për mandatet deputete për të çuar çështje në gjykatë kushtetuese dhe në atë kohë kryeministri Edi Rama në shpërfillje të plot vendimeve të gjykatës kushtetuese ka dalë dhe ka bërë kashillik duke thënë se kjo nuk është çështje kushtetuese, kjo është çështje ime, pra në një farë forme e ka zhbërë dhe ka dhënë mesazhin se nuk pyes për gjykatën kushtetuese. Të njëjtën sjellje, edhe pse në fakt unë dje e lexova më shumë si një përpjekje të komunikimit të presidentit me opinionin publik për të tërhequr vëmendjen. Të dy letra, qoftë letrën ndaj gjykatës kushtetuese ku i kërkonte llogari dhe urdhëronte që të niste procesin për sa i përket zgjedhjeve në Tiranë, por edhe letrën i cila i ka shkuar Komisionit Qendror Zgjedhjeve ku i kërkon që të vazhdojë me procedurën për përgatitjen e zgjedhjeve
zgjedhjeve në Tiranë, e pash më shumë si një përpjekje për të tërhequr vëmendjen nga denoncimet e drejtpërdrejta të kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Denoncime që duhen theksuar dhe në fakt nuk duhen lënë jashtë vëmendjes, nuk i futën fare debatit se sa të vërteta janë, i takon komisioneve hetimore në kuvend dhe organeve drejtësisë për të marrë me këtë çështje, por kanë qenë denoncime të drejtpërdrejta për shkelje kushtetuese, por edhe për fshirjen skemë korruptive. Pra janë dy denoncime dhe janë 7 po themi pika të cilat janë shumë të rëndësishme që nuk do duhet lihen jashtë vëmendjes, pavarësisht çdo mekanizmi, çdo përpjekje apo çdo instrumenti që mund të përdoret në opinion publik për të tërhequr vëmendjen. E di pse pyeta Muçi për kompaktësinë, te ty do vi Muçi, çështja është për ta pasuruar pak pyetjen. Nuk e di pse më kujtua edhe një personazh në këtë studio e kemi shumë qef, Lady B themi ne ati, se duket si emër vajze, për Enkeleda Liberin që gjykonte dhe fliste nga foltorja e kuvendit për mandatin e kushtetueses, edhe e ka bashkëtuesen e ti sot që bën shumë vlerësime. Ndaj isha kurioz edhe për kompaktësinë e togave të zeza kushtetuese. Shiko, unë do të citoj një gjë shumë interesante, ta sjell vëmendje. Ne pak vëmendje kushtojmë një fakti shumë të rëndësishëm të reformës drejtësi dhe pastaj të emërimeve pas reformës drejtësi, emërimeve në funksion e kryesorit, nga kushtetuese ose në KLP, gjë të tjera. Kushtetuta ka parashikuar një ndalim për gjithë ata që janë marrë me reformë drejtësi, që janë marrë me përfilimin e reformës drejtësi, me aplikimin e reformës drejtësi, për t'u emëruar në funksione kushtetuese. Por ka ndodhur e anasjellta. Gjithë ata që janë marrë me reformë drejtësi, pa që na kanë monitoruar, na kanë shkarkuar, na kanë vettinguar, ne kemi qenë në funksione, prokuror, gjyqtar, të gjithë ata janë promovuar në sistemin e drejtësisë. Pra, kjo është një paradoks, është një shkelje hapur e kushtetues, kjo tregon qëllimin e vërtet për reformën drejtësi, pra nuk ka qenë ajo që është programuar në vitin 2014-15 për një drejtësi të pavarur, të shpejtë, eficiente, pra qytetari, pa korrupsion e tjerë. Pra, ky zhvillim tregon qartë, pra, në këtë fakt tregon qartë se si është situata brenda sistemit drejtësisë. Nëse kthehemi te gjykata kushtetuese, është fare e qartë që nga fillimi i funksionimit të saj gjatë këtyre viteve, nuk ka pas asnjë vendimarrje të rëndësishme që të ketë kundërshtuar qëndrimin e mazhorancës, gjykata kushtetuese. Me përjashtim të mandatit presidentit. Zërave të pakicë që janë ndjerë nga kushtetuese, nuk ka pas asnjë, pavarësisht ka pas raste shumë të rëndësishme, ka pas çështje shumë parimore.